Sipas të dhënave të Censit 2023 mbi gjendjen civile, harta e divorceve në Shqipëri shfaq kontraste të forta midis rajoneve. Bashkiet jugore si Finiqi, Saranda, Delvina, Korça dhe Dropulli regjistrojnë normat më të larta të divorceve me 22-26 divorce për çdo 1000 banor. Ndjeshëm mbi mesataren kombëtare për 11-12 divorce për 1000 banor. Në kontrast, bashkiet veriore si Hasi, Pusteci dhe Klosi shfaqin normat më të ulta me vetëm 2.9 deri në 5.3 divorce për 1000 banor. Avokatja Besiana Gega, e specializuar në çështjet familjare, rinditi sa nga arsyet kryesore që sipas saj po ndikojnë në rritjen e numrit të divorceve në jug të vendit. Dikur ka qenë tradhtia, sot po të shikojmë nuk është më thënë është një faktor, por nuk është më një nga arsyet kryesore të cilat çiftet shkojnë drejt zgjidhjes së martesës. Janë kushtet ekonomike, martesat në një moshë të re, është më shumë përgjegjësia e prindërve, më shumë të baballarëve, të cilat nuk mbajnë përgjegjësi në lidhje me fëmijët e tyre. Duke qenë se kjo është një faktor i rëndësishëm në një marrëdhënie që prindrit ose më saktë bashkëshortët kanë përgjegjësi të përbashkëta, atëherë nënat i drejtojnë gjykatës me padi për zgjidhjen e martesës. Duke marrë një statistik, në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, nga janari i vitit 2025 janë paraqitur 332 kërkesë padi, ku nga të cilat 157 kërkesë padi janë pranuar dhe 44 janë pushuar, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të jetë në proces gjykimi. Një nga arsyet kryesore, ajo që do të cekmim edhe më lart, janë dhe emigrantët, të cilët pasi jetojnë në vendet e tyre përkatëse, i drejtojnë vendeve në të cilat kanë vendbanimet për zgjidhjen e martesave. Nuk mund të themi dot një shifër konkrete se sa mund të jetë numri ose sa përqind e tyre mund të zënë, por ne si zyrë kemi disa raste në të cilat i trajtojmë janë emigrant, por kjo nuk do të thotë se banorët e qytetit të Vlorës ose emigrantët janë ata të cilët mund të bëjmë një përllogaritje, janë më shumë emigrant apo banorët e qytetit të Vlorës. Në qytetin e Vlorës, qytetarët shprehin mendime të ndryshme mbi këtë fenomen. Shkaqet se sot rinia do më lirë, jo si neve atena që ishim të shtrënguar. Po dhe ekonomie, pas punoj burri, gruaja, çfarë do bëj? Mos t'i bëjnë qefi njëri tjetrit me jave, me dite, me muaj dhe mas andaj. Këtë mendim ka. Duhet me, të gjejmë pika takimi, urdo? Shkaqet tjera tek ne në Shqipëri është varfëria. Një dhe një bëjnë dy. Pik. Varfëria i bie të ragjirat, po ai njeriu me mend i bën mirë veprimet, mendohet, konsultohet edhe pas andaj, thot, kalo këtej, ose kalo. Shumë janë shkaqet. Nuk janë pak, po janë shumë. E para kur veti që ikin burrat andej gratë rinë këteja, gratë bëjnë si që do qefi ata, po andej punojnë këto hanë këteja. E dyta ekonomia. E treta është vetë janë edhe njerëz të lindur të prirur për atë punë. Nuk duan. Sot ka dalë moda bëjnë një fëmijë edhe shiko punën tënde, unë punën time dhe kaq. Ekspertët theksojnë nevojën për shërbim social të përforcuar, veçanërisht në bashkitë me emigracion masiv, për të mbështetur prindrit e vetëm dhe për të minimizuar pasojat negative tek fëmijët. Të dhënat e Censit 2023 nënvizojnë nevojën për politika të reja sociale që adresojnë sfidat e familjarëve në ndryshim dhe mbështesin strukturat familjare në transformim.